Florian Binaj, kandidati pavarur për Bashkinë e Tiranës, zhvilloi ditën e djeshme një takim me aktivistin Adriatik Lapaj, i cili prej disa ditësh po proteston para kryeministrisë në reagim ndaj skandaleve të fundit që kanë përfshirë qeverinë. Gjatë takimit, Binaj e përgëzoi Lapajn për këmbguljen dhe angazhimin qytetar, duke i garantuar mbështetje të plotë dhe duke theksuar se do të marrë pjesë në të gjitha protestat e paralajmëruara në ditët në vijim. Ai deklaroi se do t'i bashkohet protestës së thirrur nga Partia Mundësia para Këshillit të Mandateve, tubimi i televizjes Shqipëria bëhet të shtunën, si dhe protestës së opozitës më 22 dhjetor. Sipas Binajt, fragmentimi i reagimit qytetar e dobëson presionin ndaj qeverisë, ndërsa bashkimi i të gjitha grupeve shoqërore do të arrisë ndjeshëm forcën e protestës. Në fjalën e tij, Binaj theksoi se protestimi është një detyrë bazë e çdo qytetari që nuk pranon të nëpërkëmbet, të vidhet apo të nënçmohet. Ajo shpreh se heshtja e qytetarëve e trimëron pushtetin dhe nxit abuzimin, ndërsa reagimi përbashkët e detyron qeverinë të tërhiqet. Binaj bëri thirrje për tejkalimin e ndarjeve partijake dhe për krijimin e një fronti qytetar të bashkuar, duke theksuar se vetëm një reagim i tillë mund të ndalë, sipas tij, rrugën e gabuar ku po shkon vendi.